Doni thot për martesën e fëmijëve, vajzave të mitura me burra të mëdhenj me detyrim. Nuk kam nevojë unë me mendu, as ti s'ke pas nevojë me shkruaj këtë pyetje. Kjo është diçka e ditur edhe e njohur. Edhe nëse nuk është vajza e mitur, edhe pa është e rritur, thjesht nuk po do mu martu vajza. Baba po do me detyru. Vajza po thotë jo, s'po du. Vajza i ka 25 vjet, djali ka 25 vjet, ose 26, ose 30. Edhe po thotë vajza s'po du me qatë djali mu martu, nuk du. Baba den ditë kiametit s'mund me detyru. O kry kjo punë. S'ka detyrim në islam. Ka respekt për babën. Nëse vajza është si 50-50, e shet që po insistojnë familja, nuk ka një preferencë caktu, me thot pak, po më pëlqen, pak për atër të prindërve, mundet. Nuk du me mu ka për fjallë, jo, s'ka për atër të babës. Mundet. Me toleru, thot, e kur që kam i ble një par këpuca, me një shok, unë me një shok, edhe nuk di jam i ble qëto, më thot e shokit, mere qëto më dokën pak më të mire. Dhe më dhanë lëshon për një, të ka dhanë një ide, banë edhe në këtë formë, nëse prindit të animon pak, baba, nana, vllaznia, banë me ngu ata, po jo me detyrim. Islami është i qartë, keni kujdes në këtë gjë.